Muslimani ka për obligim të sillet mirë edhe ndaj bashkëshortes së tij, duhet të trajtojë në mënyrën më të mirë. Duhet t'ja japë hakun e asesi ta ofendoje e nuk bëhet piqe të rahet. Një rast që na tregon se si duhet të jetë një burr besimtar, si duhet të jetë respektues ndaj bashkëshortes së tij. Një person shkon ke Omeri radiallahu anhu duke dashur të ankohet për bashkëshorten, për gruan e tij, se ajo ja ngre zërin. E duke u afruar tek shtëpia e Omerit radiallahu anhu, dëgjon se të njëjtën gjë e bante edhe gruaja e Omerit radiallahu anhu. Dhe nuk hin në shtëpinë e Omerit, as që i ankohet Omerit dhe kthehet prej shtëpisë së Omerit. Gjatë kthimit, Omeri radiallahu anhu e shiqon dhe e thirrën të vihet tek ai. Omeri radiallahu anhu e pyetën se përse erdhe në shtëpinë time, ja tregon hallin dhe problemin që e ka pasur dhe gajden që e ka pasur, duke i thënë që bashkëshortja ime ma ngre zërin më shumë se sa zëri im. Thot, po kur e pash gjendjen tënde se edhe shoqja jote e bën të njëjtën gjë, atëherë u zbrapsa. Kur ky njeri e toleron një gjë të tillë, çfarë mbet për mua si një person i thjeshtë? Atëherë Omeri radiallahu anhu i drejtohet këtij njeriu duke i thënë: bashkëshortja ime dhe itja i edukojnë fëmijët, na pastrojnë teshat, e mirëmbajnë banesën ose shtëpinë si duhet. E ndonjëherë normal që mund ta ngrihen zërin, por e jona është që të bëjmë durim për hir të Zotit xhaleshanu, nga se përmes durimit çdo gjë kalohet edhe jeta merr një kuptim. Pra Omeri radiallahu anhu, të nderuar besimtar, dëshiron t'i japë një mësim këtij, po edhe neve në përgjithësi, që ndodhin çaste dhe raste që duhet të jemi tolerant dhe durimtar ndaj personave që i kemi shok të pandashëm në jetën tonë.